S'mund të janë zgjedhjet kërcënim, zgjedhjet janë zgjidhja e domosdoshme, por që nuk ofrojnë edhe zgjidhje. Megjithatë, zgjedhjet deri më tani në Kosovë nuk kanë sjellë zgjidhje për situatën politike. Do jenë kosto ekonomike, kosto politike. Po të lutem, pra, nëse zgjedhjet janë zgjidhja juridike, ose zgjidhja politike, por nëse dështon marrëveshja. Mirë, nuk janë domosdoshmërisht edhe rruga më e mirë politike. Prandaj, sepse na patëm të shtatë çëshojnë dhe çka do të thotë qytetarë. Ne votuam, dhamë një rezultat, ju s'janë një gjendje ta implementoni. Pra, nëse na prodhojnë zgjedhjet e reja, approximately njëjtën strukturë të votave, atëherë çka bën? Mund të kthehet në të njëjtën, edhe Kosova kthehet prapë në njëjtën pikë, edhe do të futet në një krizë përsëritur. Pra jo në një zgjidhje. Prandaj, shife, mandati me qeverisë është një gjë. Është një synim. Mirë, po përgjegjësia për ta funksionalizuar shtetin është përgjegjësi krejtësisht tjetër. Pra është diçka që edhe këtu roli i opozitës tani, se unë kur flas mundohem për shtetin të flas mbi palët, sepse shtetin Kosovën e kam parë, shteti është mbi gjitha partitë. Por duhet ta kemi edhe në shkallën e përvojësisë. Pra nuk mund të sillen pa përgjegjësi se zgjidhja i takon vetëm fituesit. Jo, në qoftë se ndonjë formulë që mund të vihet në një zgjidhje konsensuale me institucione kryesore, ku është lidhur nyja, atëherë duhet të bëhen pjesë të zgjidhjes, jo vetëm e bllokadës. Mirë po, shife, ne jemi në një rrethon të jashtëzakonshme, sepse 7 gushti ka kaluar, domethënë ka qenë deadline e konsolidimit të institucioneve. Deputet tani çfarë ndodhi? U shtyn mundësia për mbajtje të një kuvendit edhe ma përtej këtoj date. Që do të thotë? Me automatizëm, nëse flasim me gërmën e kushtetutës, deputetët janë shkeljet kushtetutës. Pastaj pozicioni i qeveritarëve në detyrë është antikushtetues, sepse janë betuar si deputet dhe kushtetuta thotë qartë, s'mund kryejnë pozita tjera. Pra jemi në një situatë kur shteti është defunksionalizuar, ne po funksionojmë jashtë rendit kushtetues, të cilin vete kemi sjellë dhe mos harroni se është sjellë në shumë sakrificë dhe mund me ardhë deri te ky shtet që kemi sot. Prandaj, ndërhyrja e gjykatës kushtetuese unë mendoj se është domosdoshme, edhe pse kjo është një taktizim për të marrë një masë mbrojtëse nga pozicioni antikushtetues që kanë vetë deputetët dhe institucionet. Mirë po, këtu po futemi tani në një zonë pa sigurisë kushtetuese. Politika, shife, duhet të gjejë zgjidhje para se interpretimi kushtetues të kthehet në instrumente politikës. Prandaj edhe quhen politikan. Termi politikan do të thotë njeri që ofron zgjidhje. Këtu kemi një problem esencial se e bët një pyetje indikative më herët. Po, ajo pyetje çon te ajo se cili është rendi i veprimeve, kush po kërkon çka së pari. Nëse Kurti po kërkon marrëveshje për presidentin dhe para përfundimit të procesit të konstituimit institucional, atëherë PDK po kërkon fillimisht të konstituohet kuvendi dhe pastaj të diskutohet për presidentin. Po ku qëndron nyja këtu? Ku qëndron thembra e akidit? Pse nuk është konflikti, nuk është vetëm kush po bëhet president, po cila do të jetë rrodha e gjërave. Pse Kurti po synon së pari të diskutohet çështja e presidentit para krijimit të institucioneve? Pra, shife, tendenca është për të kapur. Gjykata kushtetuese është e handikepuar tashmë. Ju e pat se mori vendim për në zgjedhjet e kaluara, kur ishte nyja për presidentin, mori vendim kundër zgjedhjes që ajo vetë trajton. Dhe kopja e gjykata e handikepuar, kopja e pozicionit të presidentit do të thotë kopja e tërë shtetit dhe vendosja e kontrollit në çdo porë të shtetit. Pra, një tendencë për instaluar atë autokracinë dhe mendësinë e tij totalitare në udhëheqjen e shtetit. Në anën tjetër për PDK që po kërkon konstituimin e kuvendit dhe institucioneve, pastaj diskutohet për presidentin, pra është tendenca për ta frenuar, kontrolluar dhe frenuar Kurtin në këtë mendësinë e tij të sistemit totalitar. Pra ky po të mos e lejojnë që kapë të gjitha mekanizmat, sepse Kosova është në rrezik nga instalimi i një mendësie totalitare, që është vetije këtij garnituar neokomunistësh që sot po instaluan shtetë dhe që po dëshmojnë me gjitha. Ja për shembull, se mund të thoni vetëm kritik, me qenë se jam pjesë të taborit opozitor. Ja për shembull një alternativë. Marrëveshja politike për president mund të arrihet paraprakisht, po përmbushim ambicien e Kurtit. Me qenë se është
me vota shumit, nuk e ka kulturën e kompromisit, por e ka të imponimit, që bëjmë marrëveshje praktikisht të arrijë për presidentin, mirë po, votimi dhe formalizimi të bëhet në përputhje me procedurën kushtetuese. Pra duhet ketë një kuvend. Prandaj hajde, po bëjmë marrëveshje edhe presidentin konsensual, po ja do ta bëjmë një herë, të bëjmë institucionet, pastaj vazhdojmë. Pra, formula e kompromisit është kjo. Nëse VV ka këto ambicie, atë kërkoj një koalicion, nuk pranon, edhe është ndajtën e saj një koalicion klasik me opozitën. Opozita kërkon formimin e qeverisë para nga partia fituese, pale dakordohen për kandidatën presidencial, por presidentja nuk mund përdorë tani si shpërblim partijak. Sfari duhet konstituohet kuvendi, të marrë përgjegjësinë qeveria, opozita ta marrë në vetë, dhe pastaj do të frojshim, unë mendoj se kjo do të ishte një zgjidhje shumë atinitose se sa pazaret për posta që përbojnë. Këta mos harrojmë se janë disa faktorë që nuk do të lejojnë që të shkohet në një rrugë tim tillë pa kryq që kanë futur shtetin. Ata duhet jenë faktorët e presionit, unë mendoj, e të parë janë qytetarët, pra që duhet presin një zgjidhje, po bën 2 vite, thjesht shtator janë 2 vite që ne ende jemi në lojën në atë rrethin vicioz të zgjedhjeve që janë burim vetë sistemi zgjedhor, burim i gjitha konflikteve politike apo jo stabilitetit politik. Pastaj mos harrojmë se ekonomia jonë është në kolaps, po jetohet në zgryp të ekzistencës, në të gjithë segmentet dhe në sektorin e sigurisë. Janë partnerët ndërkombëtar që kërkojnë një stabilitet politik që do të duhet pas nevojitet më shumë për ta mbyllë dialogun në raport me Serbinë dhe pastaj janë vetë parti. Cili do të qoftë, sa herë do të përsëritet zgjedhjet, partive nuk do t'ju sjellë atë rezultatin që po synojnë. Pra, ajo që unë më shoh më shumë ti problem në këtë mes është problemi real, është deficiti i besimit politik. Edhe i kësaj partisë që sot ka shumicën që shef opozitën si armik politike ku ta diune që pengon fituesen e zgjedhjeve, por edhe opozitës që pastaj e kanë pasë lëvizja vetëvendose e gatshme ta përdor këtë rezultat zgjedhor për të kontrolluar gjitha institucionet dhe që faktikisht ndonjëherë kërkojnë edhe konsensus, siç është roli i presidentit. Kështu që ndër skenat më të mirë mendoj se është prap marrëveshje në këtë situatë që jam. Zvarritja dhe ndërhyja institucionale e gjykatës kushtetuese, unë mendoj se mos harrojmë se ne kemi një rezolut ndërkombëtar këtu, 1244, që ka brenda drejta ndërkombëtare ka brenda vetes një mekanizëm që quhet R2P, që do të thotë right to protect, drejta për të mbrojtur vendet ku degradon sistemi politik dhe ku cenohet rendi kushtetues, jeta qytetarëve të tjera. Ju keni pasë është mbushur opinioni me atë gjuhën se mund të ketë një shtator të nxehtë që bartet ky konflikt që ose kjo krizë që është ka qenë Beograd, që është tash në Tiranë, do të bartet edhe në Kosovë, se po shihet si një lojë e një mekanizmi ndërkombëtar siç është Soros dhe që po don me eliminu komplet fryma të tjera dhe për ta ruajtur këtë frymë të struktura politike që devalvojnë shtetin dhe nxjerrin korporata mbi shtetin, pra një defunksionalizim të shtetit. Prandaj unë mendoj se nëse dështon kompromisi, atëherë zgjedhën vërtet veten pa shmangshme dhe ky do të ishte zgjedhje, si më thon, skenari më i që spres rezultat prej tij. Mirë po, zgjedhjet duhet të jenë një ultima ratio, por jo një instrument që bën presion mbi palës, siç po e përdor gjuhën zakonisht me një lloj ironie vetë kryeministri i Kosovës. Zoti Berisha, ishte kënaqësi t'ju kishim program. Faleminderit për analizën tuaj. Faleminderit edhe ju për mundësinë. Mirë, tani do të shkëputemi për një hapësirë publicitare, më pas do të jeni në shoqërinë e edicionit informativ të lajmeve.